Tonej vendos më në fund të flas hapur dhe t'i shpreh Elionës pëlqimin që ka mbajtur të fshehur për një kohë të gjatë. Në një moment të qetë, larg zhurmës së debateve dhe tensioneve të shtëpisë, ai tregon se ndjenjat për të nuk janë të reja, por kanë qenë aty që në fillim të qëndrimit të tyre. Ai shprehet se që nga ditët e para e ka parë Elionën ndryshe nga të tjerat dhe se diçka tek ajo i ka tërhequr vëmendjen menjëherë, por nuk ka pasur guximin apo mundësinë ta thotë hapur. Tonej rrëfen se situatat brenda shtëpisë, lojrat, afrimet me banorë të tjerë dhe presioni i vazhdueshëm e kanë mbajtur të stepur. Ai thotë se shumë herë ka dashur të flasë, por ka hezituar nga frika se mos keq kuptohej ose se mos i prishte ekuilibrat që ishin krijuar. Sipas tij, gjithçka ka qenë e ngatëruar dhe asgjë nuk ka qenë e thjeshtë për të thënë në momentin e duhur. Ai thekson se ndjenjat e tij kanë qenë të vërteta dhe se nuk kanë pasur lidhje me lojën apo strategjinë. Tonej shprehet se e ka mbajtur këtë pëlqim brenda vetes, duke parë Elionën nga larg, duke e vëzhguar në sjelljet e saj, në mënyrën si flet dhe si përballet me situatat e vështira. Kjo, sipas tij, vetëm sa ia ka forcuar më shumë ndjenjat, edhe pse nuk i ka shprehur. Kur flet për arsyen pse tani po vendos të hapet, Tonej tregon se ka ardhur një pikë ku nuk mund ta mbajë më brenda atë që ndjen. Ai thotë se nuk dëshiron të dalë nga shtëpia pa e thënë të vërtetën e tij dhe pa qenë i sinqert me veten dhe me Elionën. Për të, ky moment është një lehtësim, sepse më në fund po shpreh diçka që e ka mbajtur të fshehur që nga fillimi. E gjithë kjo deklaratë e Tonejt krijon një atmosferë emocionale, duke treguar anën e tij më të ndjeshme dhe më të sinqertë, ndërsa mbetet për t'u parë se si do të ndikojë kjo rrëfim në marrëdhënien mes tij dhe Elionës brenda shtëpisë.